Të nderuar teleshikues, sot jam emocionuar si kur po e filloj Aromë Gruaje për herë të parë, po më del zemra nga vendi, sepse prej shumë kohësh, prej 7 vitesh eksperiencë në media, kam pasur një ëndër që të kontriboj diku. Ky emision nuk është për misionet e mia personale, është për misionet të gjitha grave që unë ftoj, është për shpirtin dhe kauzat e tyre, por ndërkohë, sot, ne vendosëm që të kemi mundësi të japim zë një kauze shumë të rëndësishme, jo vetëm për mua, por për gjithë stafin dhe institucionin e radio-televizionit shqiptar. Kisha kohë në fakt që flisja tek tuk në për panele për shqiptarët e Maqedonisë. Dua ta filloj me një ndjesë të madhe, duke pranuar edhe fajin tim, pavarësisht që nuk kanë qenë mundësit, që kam folur shumë pak për vëllezërit dhe motrat tanë në Maqedoni. Kjo nuk do të thotë që unë nuk e ndjej dhimbjen e tyre, kjo nuk do të thotë që ne i kemi harruar ata, dhe në mundësinë e parë që mua më dha që të kem një emision ku jam bashkëautore, patjetër që gjëja e parë që doja ishte të bëja vend për motrat e mia nga Maqedonia. Dua të them që e kam ndjekur gjithë dhimbjen e tyre. Duke i kërkuar përsëri ndjesë, e di që jo vetëm gratë, po të gjithë shqiptarët e Maqedonisë kanë problematika nga më të ndryshmet, duke filluar që nga mungesa e një letër njoftimi ose identifikimi, dhe nuk e di se si ata ja bëjnë që vazhdojnë të mbajnë dashurinë dhe patriotizmin. Nuk e di se si një popull i coptuar vazhdon akoma të na dojë ne që ndonjëherë i lëm në hije. Uroj që ju të gjithë të pranoni ndjesën time dhe uroj që këtë sezon të shijoni të gjitha gratë që unë kam zgjedhur dhe vlerësuar nga Maqedonia. Faleminderit shumë për gjithë bashkëpunimin që keni bërë me ne dhe uroj që mbas kësaj nisme që ka marrë Aromë Gruaje, të gjithë televizionet shqiptare të japin zë dhe vendin që ato meritojnë. Sot kam një grua shumë të veçantë dhe mund ta filloja këtë sagën e grave të Maqedonisë që unë vlerësoj, që janë luftëtare të paimagjinueshme, që kanë luftuar më shumë se ne, sepse kanë pas më shumë nevojë se ne të luftojnë. Mund ta filloj pikërisht vetëm me këtë grua, një grua që ka shkëlqyer jo vetëm në skenën politike, po dhe në atë aktiviste. Në momentin që lexon statuset e saj, përveç se ti e kupton në çfarë gjendje janë, ti kupton që aty nuk ka asnjë pikë viktimizimi. Ajo është gati për të luftuar. Ajo nuk kërkon as mëshirë dhe as vëmendje. Kërkon që të drejtat e popullit të saj të vënë aty ku meritojnë. Sot ajo është një deputete, unë kam kënaqësinë e veçantë që kam në studio me mua Arbana Pashollin. Faleminderit shumë Arbana që pranove ftesën time. Shumë faleminderit Ina, edhe për këtë hyrje shumë emocionale, vlerësoj shumë. Dhe për mua është privilegj që të jem prezente në hapësirën mediatike shqiptare. Duhet të bëja një mea culpa në emër të gjithëve. Ajo që thash unë është e vërtetë dhe ky është një emision që ne na pëlqen të themi të vërtetën, na pëlqen edhe të mbajmë përgjegjësinë tonë. Por gjërat do rregullohen dhe besoj që bashkëpunimi Aromë Gruaje është e hapur për të gjitha gratë e diasporës, veçanërisht pikën time të dobët që janë gratë e Maqedonisë, që të ndajmë bashkë të vërtetat dhe të ndajmë bashkë përveç se sfidat, arritjet e këtyre grave. Ky është një emision pozitivist pavarësisht që edhe qajmë këtu në gjëra që na prekin. Ama, ky është një emision që ne duam të përçojmë dashuri, forcë dhe të përgëzojmë arritjet e grave. Prandaj ti je e ftuara ime e parë dhe unë jam shumë emocionuar, kam shumë pyetje për ty. Besoj që publiku ka nevojë të ndriçohet me përgjigjet, me përgjigje reale. Dua ta filloj me sipas teje në këndvështrimin e popullit shqiptarëve të Maqedonisë, cila është për momentin sfida e tyre më e madhe, jo vetëm e grave, sigurisht ne do flasim, ky është një emision për gruan, po në përgjithësi. Cila është sfida më e madhe që ato kanë sot? Shumë faleminderit Ina. Në radhë të parë, e ceke se unë jam e ftuara e parë, po kjo nuk do thotë që jam gruaja e vetme që mund të kontribuoj për këtë emision, edhe sepse në Maqedoninë e Veriut ka shumë gra dhe të reja shqiptare, të cilat investojnë në potencialin e tyre që kanë intelektual, por edhe investojnë në përsosmërinë e tyre profesionale dhe në ofrimin e shërbimeve publike.
është e vërtet që shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, që nga fitimi i pavarësisë së Maqedonisë së Veriut, janë në një luftë sistematike për arritjen e statusit që e meritojnë si qytetarë të barabartë me komunitetin më të madh që janë Maqedonasit, dhe duke qenë që jam deputete në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe për momentin përfaqësoj opozitën shqiptare, koalicionin Fronti Evropian dhe përfaqësuese e Bashkimit Demokratik për Integrim, dhe normal për të informuar edhe audiencën që po na shikon, duhet të them që pikërisht Bashkimi Demokratik për Integrim është ai që vendosi standardet që shqiptarët në Maqedoninë e Veriut të jenë të përfaqësuar nëpër institucione, ashtu siç e meritojnë, të jenë të barabartë me dinjitet dhe krenar për atë që janë shqiptar, sepse për të qenë reale, e vërtet, ne e duam vendin ku jetojmë, do të kontribuojmë, për sa kohë askush nuk cënon dinjitetin tonë. Më ngacmoj me fjalën dinjitet, në fakt në mendjen time, ky është një emision që nuk ka skalet, patjetër ne e njohim shumë mirë punën e personit që ftojmë dhe pak a shumë unë kam pyetjet e mia që dua t'i bëj. Dhe ishte e përgatitur, po e kaloj që ta di. Lexova në Facebookun tuaj që keni shkruar që pa fuqizim ekonomik, shqiptarët e Maqedonisë nuk mund të kenë dinjitet. Është një gjë që unë e besoj dhe kemi lobuar pavarësinë ekonomike të grave, por të gjithëve, dua ta lobojmë. A është kjo një nga politikat tuaja kryesore, zhvillimi ekonomik? Në fakt, ndoshta pikërisht avancimi i shqiptarëve sa i takon ekonomisë dhe vendosja e tyre si sipërmarrës të suksesshëm, në një farë mënyrë u bë edhe kërcënim për atë çfarë ndodh tani në Maqedoninë e Veriut, sepse shpeshherë lideri jon, zoti Ali Ahmeti, në daljet e tija publike, por edhe nga informacionet me cilat posedon, e ka potencuar më shumë se një herë se partia udhëheqëse e pushtetit tani VMRO-DPMNE-ja, por bashkërisht edhe me oligarkët në Maqedoninë e Veriut e shohin si kërcënim këtë përparim të shqiptarëve. Në fakt, duhet jetë e kundërta, sepse në një shoqëri multietnike, nëse përparon një komunitet, do thotë edhe përparim i komunitetit tjetër, nuk do thotë regres dhe përjashtim, por duke marrë parasysh se politikat e kësaj qeverie për një periudhë të gjatë kohore kanë qenë që Maqedonia t'i rikthejë sërish maqedonasve, pikërisht për faktin se shqiptarët kanë marrë shumë pushtet për kohën derisa BDI-ja udhëhiqte me qeverinë, dhe në të njëjtën kohë edhe sipërmarrësit shqiptar kanë avancuar në veprimtaritë e tyre ekonomike, u bë një, le të themi, një motivim shumë i fuqishëm për bashkim të forcave maqedonase kundër shqiptarëve. A kanë gratë pavarësi ekonomike në Maqedoni dhe flas për popullsinë e gjerë? Pra patjetër ka gratë ushquara. Si është gjendja e shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut tani, gjendja ekonomike sidomos e grave? Unë nuk dua t'i largohem realitetit, është fakt që ne akoma mund të konsiderohemi një shtet në zhvillim. Nuk, do me thënë, sa i takon cilësisë së jetesës, duhet edhe shumë për të bërë, sepse ne pavarësisht gjithçkaje për krah progresit ekonomik, ne kemi edhe një luftë të dyfisht, atë që është rivaliteti ndëretnik për atë se kujt çfarë i takon më shumë. Kështu që në këtë kontekst mendoj se ndoshta viktimat sërish bin gratë, edhe kur i takon plus edhe një komuniteti tjetër, viktimat në këtë rast do t'jenë gratë shqiptare. A i kemi luftën për të biseduar për barazi gjinore në momentin që ti minimalisht nuk ke një identitet? Është pyetja e madhe. Në fakt, ne identitetin e kemi shumë mirë të përcaktuar. Ne jemi shqiptar. Identitet ligjor flas. Por edhe ligjor, sepse me pushtetut ne jemi të përfshirë si komuniteti i dytë më i madh në Maqedoninë e Veriut, shtet formues, dhe për këtë luftojmë, që askush të mos ketë mundësinë sot, por as edhe në të ardhmen, që të vendos në dyshim këtë legjitimitet.
Ajo çfarë ndodh në skenën politike në këtë 1 vit e gjysmë, po bën pikërisht këtë, po vendos në pikpyetje legitimitetin dhe për këtë ne kemi qenë të zëshëm dhe kemi dashur jo për shkak se ne nuk jemi në qeveri, po kemi dashur që kushdo parti shqiptare që do të krijojë një koalicion me një parti maqedonase të mos humb dinjitetin krenarin dhe të jetë me të vërtet zëri i qytetarëve dhe me të vërtet të jenë ato të cilët qytetarët kanë vendosur që t'i përfaqësojnë gjithmonë me dinjitet dhe krenarit për atë që jemi shqiptar. Si është për ju si gruan? Si ka qenë karriera në momentin që përveç se je një grua dhe gjithë sfidën e grave diskutohet sot edhe në Amerikë, s'është vetëm te ne, është globale, je një grua shqiptare që po shkon dhe po i godet disa burra maqedonas që të mohojnë çdo gjë në një vend që nuk është optimal për të bërë këtë luftë. Pra ti ndeshesh me racizëm, ndeshesh me seksizëm, ndonjëherë dhe problematika fetare. Po, Ina, për ne nuk është diçka e huaj. Unë në kohën kur i kam filluar studimet, për shkak të rrethanave, do të thënë kam filluar në vitin 99, Kosova ishte pas luftës, nuk ishte një opcion për të studiuar në gjuhën shqipe dhe Shqipëria ishte pas viteve 97 në një gjendje shumë kaotike, gjithashtu nuk ishte një opcion, le themi në atë kohë për një vajzë të re që të vi vetëm edhe të filloj studime, kështu që opcioni i vetëm, duke mos patur universitete në gjuhën shqipe, ishte që të studioja në Universitetin Shën Kirilli dhe Metodi në Shkup. Nuk ka qenë e lehtë, sepse unë gjuhamtare kam gjuhën shqipe, jam shkolluar në gjuhën shqipe dhe për të filluar studimet në një lëmiq siç është psikologjia nuk është as pak e lehtë, po ja kemi dalë. Si ja kam dalë unë, ja kam dalë edhe shumë gjenerata të tjera dhe ne sot kemi njerëz të përgatitur dhe profesionistë të cilët i bëjmë ballë tregut të punës. Dhe në këta aspekt nuk ndjehemi inferior, sepse shqiptarët e Maqedonisë së Veriut me të vërtet ndër vite kanë arritur të kuptojnë se arsimi është ai që ne na bën të barabartë. Inferior, ju jeni më shumë se ne, sepse ju keni një terren më të vështirë. E vërtet. Prandaj vjen kjo pyetje. Dhe duke qenë që këto peripeci kemi përballuar prej shumë herët, edhe me ndjesia jonë dashte pa dash në një farë forme rritesh duke qenë rezilient për çfarë të pret. Nuk është se unë i kam hyrë politikës se deshta ose e kam pas ëndër. Ishin rrethanat ato që e përcaktuan, por tani që jam, e shoh se jam në vendin e duhur. Dhe unë ftoj të gjitha gratë dhe vajzat e reja, shqiptare në Maqedoninë e Veriut, që të mundohen atë potencial intelektual që e kanë, atë investim të cilin e kanë bërë në përgatitjen e tyre profesionale, ta vënë në shërbim të mirës të përgjithshme, sepse në Maqedoninë e Veriut na duhet çdo kontribut. E di çfarë dua të kuptoj dhe jam kurioze. Çfarë ndjesie jep racizmi dhe çfarë force kërkon të coptohesh si truall nga vendi ku ti përket, që është Shqipëria, dhe të mbash atë gjuhë, të mbash ato tradita fetare që ka komuniteti, të mbash të njëjtën turshi, të njëjtën gliko, që nga gjërat më banale, tradicionale dhe deri te gjërat më të rëndësishme siç është etnia që ti përket. Po, unë jetoj në pjesën perëndimore të Maqedonisë së Veriut, në cilën është, domethënë, struktura demografike është shumë etnike. Dhe ndoshta ajo e përcakton edhe natyrën e një shteti multietnik të Maqedonisë së Veriut. Gjithashtu edhe qyteti im, Dibra, ku unë jetoj, e ka një natyrë ku jetojmë së bashku me më shumë komunitete. Dhe për çudi, njerëzit e thjesht ndoshta gjejnë më lehtë gjuhën e përbashkët. Por dua të them se ndonjëherë janë politikat qendrore ato të cilat mundohen të përcaktojnë fatin e komuniteteve. Ne shqiptarët në Maqedoninë e Veriut, ne jemi rritur me syt nga Shqipëria. Por edhe nga Kosova, dhe për ne, domethënë, është një ndjenjë shumë normale, shumë e natyrshme, sepse nga momenti që lindim të atill dhe jemi gjatë gjithë kohës e kemi këtë dashurinë
do me thënë shumë normale, e marrim që nga prindrit, nga familja, nga shkolla, nga rrethi, nga të gjithë. Po ajo që është më e rëndësishme është që ne edukohemi me dashuri, por jo me urrëtie ndaj të tjerëve. Dhe unë mendoj se kjo është një dallim shumë i madh dhe një cilësi shumë e rëndësishme e shqiptarëve, sepse të duash veten është shumë e bukur, por të mos urresh të tjerët është edhe më e bukur. Ajo që ne kemi kërkuar dhe vazhdimisht insistojmë të kërkojmë është pikërisht kjo, që ne të ruajmë identitetin ton, po ashtu edhe komunitetet më të vogla të kenë të drejtën të ruajnë identitetin e tyre, por në të njëjtën kohë të jemi të barabartë në përfaqësim ashtu siç na takon. Që është gjëja më minimale, do thoja. Që e meritojmë. Me që jemi të shpërndarit dashuri dhe të mësuar dashuri në shtëpi. I matë është pejan, me origjinë, dhe ndjej atë që thua sepse jam rritur njësoj me dashurinë për Kosovën dhe kuptoj atë energjinë që ndodh në shtëpi, që kudo që ti lind, ti ushqehesh me një dashuri që ti nuk e njeh fare se çfarë është, por e di që duhet ta duash. Të ka lindur ndonjëherë si pyetje që po sikur të kisha lindur në Shqipëri ose po sikur ne të ishim bashk, ku do isha unë? Po tash realisht unë jetoj në Dibër të Madhe dhe i bie sikur shumë afër. Edhe ndonjëherë, po jo ndonjëherë, shpeshherë sepse ne frekuentojmë shumë shpesh edhe anën tjetër, Peshkopin ose Dibrën, një Dibër jemi në fakt. Jam rritur me histori që tregon të gjyshja ime se si gjysma e familjes i kishte mbetur në Shqipëri gjatë mbylljes së kufive, e vet ishte rritur në anën tjetër, kështu që për ne nuk është e huaj. Është ndjesi e vështirë kur e analizon dhe e kupton pse ky fat, po nuk është në duart tona. Ka ndodhur në të kaluarën, e kaluara nuk mund të ndryshohet, ne ndoshta nuk duam ta pranojmë, por ky është realiteti dhe ashtu siç ne pretendojmë edhe në daljet tona publike duke insistuar që të ruajmë orientimin europian të vendit, besojmë fort se kur shtetet tona ndoshta do jenë në Bashkimin Evropian, këto kufima edhe nuk do të duken. Kështu që shqiptarët të bashkuar në Bashkimin Evropian. Si u prit në shtëpi lajmi që në fillim që unë do hyj në politikë, pastaj unë jam deputete, pastaj unë do vazhdoj të luftoj për ambicie për të arritur poste edhe më të larta? Po, ina e ceke në fillim që unë nuk është se kam patur shkëputje për kontributin që kam dhënë në shoqëri. Edhe nga vitet më të hershme edhe si studente kam dashur të jem e përfshirë, sidomos në sektorin civil. Dhe kam qenë pjesë e disa organizatave dhe jam munduar të jap atë kontributin tim minimal. Normal që të jesh pjesë aktive e politikës është diçka tjetër, sepse brenda natës shndrohesh në person publik. Edhe të qenurit person publik, sidomos sot që jetojmë në një kohë të rrjeteve sociale, nuk është as pak e lehtë, aq më tepër për një njeri që nuk e ka praktikuar më parë, ose të paktën nuk është përgatitur që të jetë në atë skenë. Pengu im i vetëm është fakti që momentin që ti bëhesh person publik, merr me vete të gjithë familjen. Edhe në këtë pikë nuk është se i pyet a doni apo jo, po do me thënë ato bëhen pjesë, duan apo jo, edhe këtu e ndjej një pikë faj, sepse sidomos për shembull familja e ngushtë, bashortë edhe fëmijët janë non-stop në atë presionin e të qenurit familje publike. Por unë mendoj që në atë fillim kur më ofrua që unë të kandidoj në vitin 2020 për herë të parë si deputete, kënaqësia më e madhe ishte besimi që kishin njerëzit në mua, sepse më duhet të jem reale dhe të them që më mungonte realisht besimi nëse mund ta marr këtë përgjegjësi të madhe, të përfaqësoj qytetarët e mi, të përfaqësoj zonën ku unë jetoj. Po forca ishin pikërisht njerëzit, ata që më dhanë shtyqjen e parë, dhe e dyta është marrëveshje me familjen, sepse nuk çdo ditë më varet nga agjenda të cilën duhet të ndjek unë. Nga një moment kur ti je përkushtuar, le themi 100% në atë se si funksionon familja,
duhet të largohesh, edhe fizikisht nuk je pranishme dhe kështu rolin tënd duhet ta zëvendësoj dikush tjetër dhe për këtë duhet marrëveshje. Kështu që besoj se pa mirëkuptimin e familjes është shumë e vështirë. Unë kam pasur ministra shumë të rëndësishme këtu në studio dhe deputete shqiptare dhe kur vjen puna te familja dhe te fëmijët, të gjithë kanë këtë pengun që si nuk kaloj dot më shumë kohë, pra thellë brenda vetes tyre, gjatë rritjes së fëmijëve, sidomos periudha të rëndësishme adoleshence, thonë që po, unë bart këtë peng, ndan të njëjtin peng me to? Po, e ndaj se kam qenë shumë prezente në jetën e tyre. Kam pas mundësi, sepse Dibra është qytet i vogël, kohën e kam pas menaxhuar duke i vënë ato si prioritet, duke i pasur si fokus, edhe për një kohë të shkurtër u desh që gjithë familja të adaptohet, që tani unë nuk do isha prezente, sepse normal ku vendi ndodhet në qytetin e Shkupit, dhe unë udhthoj çdo ditë për në Shkup, që do thot mungoj në kohën më cilësore të atyre gjatë ditës, kështu që e kam peng, por në të njëjtën kohë, kur erdhë kandidimi për mandatin e dytë, e kisha me shumë më dyshje pikërisht për faktin e kësaj se kishin kaluar 4 vite, ato po hynin në adoleshencë edhe më duhej sinqerisht të pyes veten nëse nga cila anë duhet të peshoj më shumë, sepse adoleshenca tani nuk është siç e kemi kaluar ne në kohët tona, është më e vështirë. Por djali im i vogël në atë kohë tha, më dha një mbështetje dhe tha, po mami tani ti e di çfarë duhet të bësh sinqerisht. Edhe një përgjigje shumë e sinqertë nga një fëmijë që akoma, domethënë ishte nuk e di, 11-12 vjeç, më dha shtysën se ai është i vetëdijshëm për çfarë po bëj unë, për sa po mundohem unë, për sa po përpiqem që me përgjegjësi ta marr këtë angazhim. Edhe unë mendoj, si grua në politikë, nëse ne arrim të edukojmë pikërisht djemtë tanë se gratë janë të nevojshme, të jenë aktive, të dëgjohet zëri i tyre, të përfaqësojnë dhe të t'japin mbështetje atëherë kur ti ndihesh më e dobët, nuk ka, besoj, sukses më të madh se sa ai moment. Kështu që tani që janë më të rritur, që janë edhe më të vetëdijshëm, besoj se rrugtimi bëhet më i lehtë, po jo edhe pengu që kam për kohën që e kam humbur me ta. Ne që vim nga njëta shkollë, le të themi nga njëta filozofi, e dim shumë mirë që fëmia mëson me model. Kështu që sado pengun e nënës dhe merak që të nënës ne nuk i heqim dot, ndërkohë paralelisht ti ke dhënë modelin tënd, ashtu si edhe ti e the. Uroj shumë. Ndërkohë, me që keni djem, përveç shembullit të një gruaje që është në ballë të parë të politikës, të suksesshme, që njerëzit e respektojnë, disa e kanë frikë, disa kanë nevojë për të. Çfarë ke tjetër merak ti mësosh djemve të tu që të kenë parasysh për më vonë? Po, unë them të drejtën, është çdo ditë edhe çdo mbrëmje ndoshta, mund të bëhem edhe e bezdishme. Dua të jenë të mirë për veten, por të jenë të mirë edhe për shoqërinë. Dhe të mirë jo vetëm në kuptimin të jenë të sjellshëm, por të jenë edhe të dobishëm. Dhe unë uroj shumë dhe do ishte kënaqësia ime më e madhe që të rris 2 fëmijë, 2 djem që do të mund të kontribuojnë në të ardhmen edhe për shoqërinë. Dhe mendoj se sidomos në Maqedoninë e Veriut, duke marrë parasysh se ne kemi edhe një trend të ikjes të rive nga vendi, për shkak të rrethanave, për shkak edhe të mundësive, e vërteta është që ne nuk mund të ndalojmë të rinj të eksplorojnë botën, nuk jam kundër asaj, por fëmijët e mi e kanë një amanet se sido që të vjen puna, edhe nëse dalin jashtë, sërish t'i kenë syt nga Dibra, edhe ku do që t'ju vjen mundësia të investojnë aty ku kanë lindur dhe aty ku ne jetojmë. Është dhe një shprehje në fakt që thotë, ashtu si do t'i mësojmë djemë sot, ashtu do t'jenë nesër burrat tanë, kështu që kjo është shumë e rëndësishme. Unë duhet të ndaloj për një shkputje shumë të shkurtër publicitare dhe do të kthehemi përsëri në studio.
Tani dua të marr pak kohë për të folur për gratë, me që jemi në aromë gruaje. Unë nuk dua të ngacmoj shumë për jetën personale, sepse nuk është se e vlerësoj shumë moderatorët që hynë edhe gërmojnë në këtë gjë dhe dua të respektoj privatësinë, ama në nivel emocional dua të bëj disa pyetje. Një nga pyetjet që bëjmë rëndom këtu në emision është çfarë të bën për të qarë. Çfarë më bën për të qarë? Po, Ina, këto kohët e fundit ndoshta nga angazhimi i tepërt edhe kam harruar të qaj. Po, për të qarë. Normal, shëndeti i familjes është ai i pari. Fakti që ndonjëherë është e vështirë të vendosësh balans ndërmjet jetës profesionale dhe familjare. Ajo që humb kohë të konsiderueshme nga koha cilësore për të kaluar me familjen, sidomos me fëmijët, por edhe me miqt. Ndonjëherë mund të jetë edhe ajo nevoja, nostalgjia për jetën përpara se të bëhesh një person publik dhe ndoshta edhe për atë nevojën për të qenë njëri i thjesht. Mendoj që këto janë disa nga gjërat që mund të më prekin, po të them të drejtën, ndoshta kur fillon edhe miresh në mënyrë aktive me politikë, se si fiton një imunitet dhe një rezistencë, sepse gjatë këtij rrugtimi kemi parë shumë padrejtësi, shumë raste të cilat i kalojnë ndonjëherë ato limitet e asaj që quhet normale, qoftë raste të varfërisë apo të padrejtësive që bëhen qoftë për institucione, qoftë edhe të dhunës. Megjithatë, duke marrë parasysh faktin që ne po përfaqësojmë qytetarët, dashur pa dashur do të bëhesh njëri i fortë. Kjo nuk e arsyeton faktin që nuk duhet të qash, sepse ne, siç e potencove, jemi psikologë dhe në një farë mënyrë të qarit edhe të ndihmon që të rigjenerosh edhe të shkarkohesh, po mendoj se ky është ndoshta edhe një defekt që politikanët e përjetojnë dhe që dashur pa dashur vetë rrethanat ta imponojnë që ti të marrish përsipër të qenurit person i fortë. Shtuar dhe këtë që ne trajnohemi në shkollë, sepse dëgjojmë trauma të ndryshme dhe nuk mund të qajmë. Madje mua kur më ndodh të qaj të prekem nga diçka ndihem jo profesionale. Më kujtohet edhe them çfarë po bën ti s'ke të drejtë të qash dhe ndonjëherë po është ajo që tha t'ju që fiton një imunitet dhe të dëmton ty më shumë se sa dëmton të tjerët. Ndërkohë përmende pak luftën që dihet që në sferën politike ka luftë, ka lëndime. Unë nuk e di sa e ashpër është media në Maqedoni, se në Shqipëri ka media shumë të ashpra. Ne kemi folur dhe vazhdojmë të flasim me deputetet të Kuvendit të Shqipërisë për gjithë bullizmin që ato marrin online, për gjithë ofendimet, për gjithë aludimet, pa përgjegjësi që ato mbartin. A je lënduar ti në këto nivele nga media në Maqedoni? Ndoshta jo drejt për së drejti nga media, për më tepër ndoshta në rrjetet sociale, sepse ne duhet ta kemi parasysh, veçanërisht pas pandemisë, rritja e prezencës në rrjetet sociale është shumë e madhe dhe në atë kohë ne kishim zgjedhjet parlamentare dhe në një farë mënyre për shkak të kufizimit social që duheshte të bëjmë për shkak të pandemisë, siç kaloi u transferua gjithë fushata në një fushat elektorale. Dhe e vërteta është që aty nuk është se ka limitim apo ndëshkim në rast se dikush thot të pavërteta, shpifja apo ofendime. Dhe në fillimet e mia, duke qenë që hyr asnjë person i papërgatitur, le themi maksimalisht për këtë figurën publike, edhe jam lënduar sepse shpesh pyet veten si ka mundësi një njeri që nuk njeh rrugtimin tënd deri në këtë pikë, e thot gjën e fundit që ndoshta nuk të përket, ose kapet për një moment që ndoshta është i dal nga konteksti, ose e thot një diçka pa e menduar gjatë.
por nga kolegët që janë më të moshuar dhe më me përvojë në këtë rrugtim, sidomos për ne gratë që jemi në politikë, është pjesë e punës. Edhe tash mbas 5 viteve, unë tash hyj në vitin e 6 që shërbej si deputete, më duhet të them që edhe për këtë fitohet imunitet. Nuk është se të bën të pandjeshëm, por fillon edhe filtron se cilat komente do t'i marrish për bazë dhe cilat komente nuk ja vlen që të harxhosh kohë. Të kanë ngel shoqe të ngushta nga gjimnaz, mua për shumë nuk më kanë ngel nga gjimnazi këto. Po, unë të them të drejtën, kam shoqëri të gjerë edhe i kam shoqet e ngushta, qoftë edhe nga koha e 8 vjeçares apo edhe e gjimnazit, edhe takohemi akoma. I kam mbështetëse shumë të flakta, cilat, do me thëmë, mbështesin mua si Arbana, sepse më njohin mirë, mi din edhe përparësit, edhe mangësit dhe më kam pranuar si të tillë, ashtu si që jam. Dhe për mua kjo është një vlerë, një kënaqësi shumë e veçantë, sepse shpeshherë ne ndoshta edhe akuzohemi se pas disa viteve, ndoshta shërbim apo në funksion, ndryshojmë edhe nuk jemi ato që kemi qenë. Unë për vete i kam dhënë një premtim vetes nga dita e parë që unë nuk bëj kompromis për atë se kush jam unë si Arbana, ashtu do të hyj edhe ashtu do të dalë. Edhe besoj drejt tani ja kam dalë, po për këtë ndoshta duhet të flasim më shumë të tjerë. Po, kush është grupi supportit që ti ke lënë porosi që shikon nëse mua më ndodh diçka, u çmonda një moment, më thoni që po ndryshon nuk je më kjo që je. I kam më shumë njerëz të cilët, por kam edhe koleget e mia nga vendi i punës ku kam punuar si psikologe shkolle në gjimnazin 28 nëntorit, të cilat janë karaktere të ndryshme, të cilat, do me thënë, më njohin mua në dimenzionet e ndryshme. E paske të fort grupin Po, e e kam shumë të fort. Biles janë mentoret e mia, cilat më kanë ndihmuar shumë edhe në ato fillime, sepse njëra është kritike, tjetra është mbështetëse pa kufizime, tjetra mi jep këshillat, e tjetra më ndihmon gjatë gjithë kohës duke më dhënë mbështetje veçanërisht emocionale, kështu që mendoj se çdo grua, pavarësisht a është rrugtim politik, a është shkencë, a është art, e ka nevojë një grup të atill që edhe do ta kritikoj kur është nevoja, por mbi të gjitha do ta mbështes. Ndërkohë gjithë ky sukses, përveç se të lumturosh njerëz me suksesin tënd, është një fitore shumë e madhe dhe unë jam shumë e lumtur që është në jetën tënde. Gjithë suksesin gjallë edhe xhelozi. Si e përballon pra, një fjali që ti the, unë identifikoj, thash, ok, këtë e thonë njerëzit xheloz. Dhe në arrim të identifikojmë fjalit që na vinë nga xhelozia, fjalit që na vinë se një njeri është ngarkuar nga një njeri tjetër dhe nuk është mendimi i tij. Si ja bën ti në momentin që përballesh me këtë lloj xhelozie, sidomos nga gratë të tjera, që përpiqesh t'i bashkosh? Po ne jemi psikologe, edhe mendoj se psikologjia më ka ndihmuar shumë. Më ka ndihmuar gjithmonë gjatë jetës, sepse unë kam pasur përvoja të ndryshme profesionale, të cilat jo domosdoshmërisht kam pasur nevojën që unë të tregoj diplomën time si psikologe. Po mendoj se psikologjia të përgatit njëherë të përballish veten, e mandej të përballesh me të tjerët. Dhe pikërisht mënyra e qasjes ndaj të tjerëve, mendoj që më distancon nga të tjerët, sepse edhe në momentet kur unë mund të nuhas xhelozin, unë gjithmonë duhet të ndalem të bëj analizën edhe të kuptoj po pse, që zakonisht ndonë nuk ndodh me njerë përgjigja, që mund të jetë ndoshta edhe piknisja për një konflikt. Nuk është se nuk jam njeri që luftoj për atë që është e imja, por në të njëjtën kohë dua që t'i sqaroj punët, dua që gjithsesi në fund të mund të ulemi edhe të përballemi. Ndonjëherë më ka ndodhur që miket e mia më të mira sot
kanë qenë ato me cila ndoshta e kemi filluar me agresivisht. Ky është një sukses i Po madh. unë edhe këtë e vlerësoj. Se zakonisht armiqt të bëhen të gjithë bashkë, nuk e di ku e gjejnë njëri tjetrin, edhe Po në fakt e vlerësoj sepse sidomos në politik ke nevojë për ta ndëgjuar mendimin ndryshe, ke nevojë për të parë atë që nuk e sheh dot, se ndonjëherë ne nuk i shohim edhe mungesat tona. Tjetër. Kështu që unë i vlerësoj njerëzit që janë mendje hapur, por edhe t'i shprehin gjërat. Do të thënë që nuk t'i fshehin, se ndonjëherë dëmin më të madh e ke nga njerëzit që nuk ta thon ose ta thon pas shpine. Kështu që investoj shumë në raportet me njerëzit. Në popullsinë e gjerë, cilat janë kauzat e grave më të rëndësishme për momentin? Pra flas për organizata fitimprurse, aktivistet feministe, besoj me çfarë kam parë do t'i kemi të ftuar në studio janë dhe të angazhuara politikisht, disa, ama Po normal, siç edhe te ju, edhe në Maqedoninë e Veriut, edhe në Kosovë, sidomos në kohën e fundit ka ndodhur shumë raste të dhunës ndaj grave, të cilat kanë përfunduar edhe me vrasje. Dhe sidomos kemi pasur disa raste ditëve të fundit dhe normal që shoqatat jo qeveritare ndoshta janë të parat ato forcat lëvizëse për këto kauza, që nuk duhet na lëm pas as ne si përfaqësues në Kuvendin e Republikës të Maqedonisë së Veriut, ku mund të them që sidomos mandatin e kaluar kemi marrë iniciativa për të gjetur zgjidhje ligjore dhe për të mbrojtur gratë, megjithatë gjithmonë vështirësitë janë te implementimi, edhe aty ku gruaja duhet të dëgjohet, të kuptohet dhe jo të kthehet mbrapsht duke i thënë se nuk është gjë, se të mos mirën parasysh kur ajo e paraqet, le themi, në polici rastin, apo të kthehet sikur është diçka e panevojshme. Në këtë kontekst, mendoj që edhe si deputete kam qenë e përfshirë edhe me disa organizata ndërkombëtare, duke vënë theksin ndaj dhunës ndaj grave në politik, po si grua në politik ti përfaqëson realisht të gjitha gratë edhe në shoqëri. Ndonjëherë kemi qenë të akuzuara se pse theksin ndaj grave në politik, kur ju i keni në dorë të gjitha mekanizmat dhe nuk jeni të barabarta me gratë e tjera, por unë mendoj se në fund të ditës unë jam një nën, një bashorte, një motër, një bi e zakonshme si të gjitha gratë. Dhe ajo që më vendos mua përgjegjësinë për të luftuar për gratë e tjera është pikërisht fakti që e bart një post dhe duhet ta kryej me përgjegjësi dhe të normal të kontribuoj aty ku duhet për të gjetur zgjidhjet e duhura. Ka parë që keni denoncuar edhe dhunën ndaj të rinjve shqiptar nga të rinj Maqedonas, që zakonisht janë krime, të quajmë, se me bazë urrëtie racore. Po ina në Maqedoninë e Veriut nuk janë diçka e pazakonta. Që është e zakonshme në Maqedoni? Aq më tepër kur afrohen zgjedhje ose aq më tepër tani me këtë qeverisje, ku gjua e urrëties po bëhet diçka që normalizohet. Aq më tepër gjua e urrëties sidomos ndaj përfaqësuesve të Bashkimit Demokratik për Integrim, ku jam edhe unë, dhe jo më pak se disa ditë më parë, vetë kryeministri në një dalje publike tha se këto zgjedhje lokale që na paraprin, synimi i tij është që të zhduk Bashkimin Demokratik për Integrim. Ndoshta Bashkimi Demokratik për Integrim nuk përfaqëson të gjithë, por është partia e parë shqiptare dhe nënkupton, nëse flet për Bashkimin Demokratik për Integrim, ti po flet për shqiptarët. Dhe mendoj se nuk mundet një kryeministër të merr guximin të flet për zhdukje, sepse jetojmë në demokraci dhe besoj kjo fjalë nuk duhet të ekzistojë në fjalorin politik të një kryeministri. Dhe mendoj që ne si funksionar, aq më tepër funksionarët e lartë të një shteti, duhet të kenë shumë kujdes për fjalorin që përdorin. Duke marrë që ka një elektorat të gjerë. Fizikisht ose ke perceptuar, si themi, duke pasur kaq shumë dhunë çdo zgjedhje elektorale ose kur
patjetër kur një kryeministër jep një deklaratë kaq të dhunshme dhe kaq njerëzore. Kërcënime kemi patur si grup deputetësh në emaile zyrtare që i kemi të kuvendit. Po, edhe kemi pasur disa herë, i kemi denoncuar. Nuk është se kemi marrë ndonjë përgjigje nga ku burojnë ose si. Dhe aq, domethënë është mbyllur si kapitull. Personalisht jo, më duhet të them që nuk kam marrë ndonjë kërcënim, por një kolege të cilat në momentet të saktuara, kur kemi bërë zgjedhjet, në fakt kur kemi votuar, diçka për cilën opozita atëhershme me mandatin e kaluar ka qenë kundër, siç ishte propozimi francez, kanë marrë kërcënime edhe me vdekje nëpër rrjete sociale. Për kuriozitetin tim, me gjithë këto që dëgjova tani nga ju, çfarë bën kauzën tuaj kaq të rëndësishme sa për të injoruar edhe kërcënime fizike dhe një gjuhë kaq të dhunshme dhe racizmin dhe deklaratat kundër feve edhe deklaratat kundër gjinisë? Çfarë të bën ty të thuash që unë nuk do heq dorë nga kjo edhe nëse është kaq e rrezikshme për mua? Ne duhet ta kuptojmë, mendoj që është një cilësi ndoshta edhe shoqërisë shqiptare në Shqipëri, që ne jemi një shoqëri që tolerojmë dhunën verbale, edhe ndonjëherë tolerojmë edhe, jo ndonjëherë, por të shumtën e rasteve edhe dhunën fizike. Jemi një shoqëri që, domethënë, nuk denoncojmë, jemi një shoqëri që mendojmë se duhet t'i mbajmë për vete dhe të mund t'i zgjidhim vetë, por kur dhuna t'i kalon kufit e asaj ku mund t'a zgjidhish vetë, normal që bëhet problem shoqëror. Edhe mendoj se të paktën politikanët nuk e kanë luksin që të mos jenë të ndjeshëm të paktën ndaj dhunës verbale. Ne kemi obligimin që të edukojmë edhe brezat e rinj dhe nuk mund të tolerojmë që në gjuhën tonë të përditshme, në komunikimin tonë me opinionin, me elektoratin, të inicojmë urrëtie dhe të inicojmë, le të themi, edhe përçarje ndërmjet komuniteteve të tjera, duke përdorur fjalor të dhunshëm. Dhe mendoj që përgjegjësia fillimisht është e jona. Mandej mendoj që është përgjegjësi e institucioneve, duke filluar nga familja. Nga rreth yt mbështetës, familja, miqt, njerëzit që do duan të votojnë, ke dalë në një konkluzion se si e perceptojnë ata, cila është vlera jote e çmuar, virtyti yt më i madh? Flas nga feedbacku që ti merr zakonisht. Po mendoj se njerëzit kanë arritur të shohin se sa investojnë në raportet me njerëzit, e vlerësojnë qetësinë time, megjithse unë ditë jem edhe impulsive, ditë jem edhe luftarake, por me shumë vëmendje dhe me shumë këmbgulje, sidomos në aktivitetin tim politik, dua që të jap këtë mesazh se me qetësi, me dialog, por edhe me empati, zgjidhen problemet më lehtë, po edhe arrihen marrëveshjet më lehtë. Më duhet të them Ina që në politik empatia shihet si një dobësi, që për mendimin tim është diçka shumë e pazakonshme, sepse nëse ne dalim dhe kërkojmë mbështetjen e njerëzve dhe në të njëjtën kohë vlerësojmë empatinë si dobësi, atëherë sa do të jemi ne në gjendje të jemi empatik ndaj nevojave të tyre, por në të njëjtën kohë edhe ndaj kohës të cilën ne duhet t'i realizojmë ato nevoja dhe ato shërbime. Kështu që mendoj se është një kontradikt që ndodh në politik, por mendoj se në përgjithësi gratë janë ato që e vendosin empatinë në tavolinë, edhe sa më shumë flasin për empatinë, mendoj që meshkujt frikohen më shumë, sepse në politikë ekziston kjo mendjesia se duhet të jesh i fortë, edhe momentin që i ke hyrë politikës duhet t'ju bindesh rregullave që janë vendosur në politikë, që nuk jam dakord. Çdo person i ri që hyn në politikë normal që do të sjellë edhe rregulla dhe energji e vet, dhe këto rregulla duhet të përditësohen, nuk mund të jenë
gjithmonë të njëjtat. Kështu që mendoj se çdo individ nuk ka hapësirë për rivalitet. Çdo individ është i veçantë dhe çdo individ sjell përvojën, sjell karakterin, sjell atë veçantinë e vet, edhe mendoj kështu bëhemi bashkë më të larmishëm dhe ndoshta edhe zëri më shumë qytetarëve, cilët na kanë zgjedhur dhe na kanë besuar. Na kanë ngel shumë pak minuta, po unë do bëj pyetjen e fundit, do doja të ishe më gjatë. Do ju ftoj përsëri, uroj me fitore, do vini me fitore tek unë. Nëse do të zhdukje diçka nga gjithë fatkeqësitë që ka komuniteti ynë në Maqedoni, komuniteti shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut, cila do të ishte ajo dhimbje që do ja hiqe menjëherë edhe pse? Po, dhimbja më e madhe për momentin është fakti që po cënohet dinjiteti të krenaria jonë. Ne shqiptarët, si kur kam përshtypje, nuk mund të jetojmë pa krenarin shqiptare. Dhe unë më vjen keq për veten, për fëmijët e mi dhe për të gjithë shqiptarët që në këtë periudhën e fundit, për një vit e gjysmë, në momentet caktuara janë ndjerë të cënuar dhe nuk janë ndjerë krenar si shqiptar. Dhe kjo do ishte ajo dhimbja që do desha që a largoj. Megjithatë, kjo na bën edhe më të ndjeshëm ndaj situatës tonë komplekse në Maqedoninë e Veriut dhe kjo gjithashtu duhet na bashkojë edhe më tepër që ne të mos tolerojmë që të ketë mundësi shqiptarët mos ndjen shqiptar mjaftueshëm dhe krenar në Maqedoninë e Veriut. Unë të falenderoj shumë për këtë intervistë. Nuk do të bëj një mbyllje se do t'i lë njerëzit me shijen e mesazhit të fundit që t'i dhe bashkë me krenarinë shqiptare që ne të gjithë gëzojmë, do ta mbyll për sot Arom Gruaj pikërisht me fjalët e deputetës dhe bashkë ne do të shihemi javës tjetër.